Unë hulumtova dhe mora statistika për të paraburgosurit dhe dënuarit në sistemin penitenciar. Janë mbi 5.000 të dënuar dhe të paraburgosur në Shqipëri. Ti e din, zoti Qefalia, që shtetit i kushtojnë shumë kaq individ të dënuar dhe të paraburgosur. Madje ndashin diku me 2.425 paraburgosur dhe 1.993 të dënuar sipas statistikave të javës së fundit. Mendon që është numër shumë i lartë të paraburgosur në Shqipëri dhe ju si ministri do merrni një iniciativë që të zbutet pak dhe pa fakte mos të ketë arrestime në flagrancë? Ose pa pasur faktin, pa qenë personi përballë faktit, të mos kryen arrestime dhe të mbushen burgjet me të paraburgosurit. Më vjen mirë që ende i ruan statistikat dhe i ndjek në vëmendje. Faktikisht ajo që thatë juve është statistika, besoj e përgjithshme momentale. Unë nuk jam se jam azhurnuar, se nuk është se kam pasur shumë kontakte. Për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj lidhur me këtë, nuk është se është Ministria e Brendshme që jep masat e dënimit, është gjykata që jo, arrestimet jep Ministria. Arrestimet Ministria e Brendshme. Dhe drejtoria policive përkatëse. Ministria e Brendshme nëpërmjet drejtorive rajonale kryen detyrën që elementet keqbërës patjetër të zbatojnë koreksinë e ligjit. Por këtu problemi nuk shtrohet tek Ministria e Brendshme, sepse Ministria e Brendshme apo punojësit e policisë që ndodhen në teren nuk është se nuk do veprojnë. Përkundrazi do veprojnë dhe në mënyrë të rreptë dhe kategorike për individ të cilët prishin lirinë apo kufizojnë lirinë e tjerëve. Këtu shtrohet problemi te sistemi gjyqësor, te politikat e dënimit dhe statistika që përdoret ju Gjoj është shumë domethënëse. Domethënë ne kemi një numër jashtëzakonisht të madh të paraburgosuris. Çfarë do thotë? Unë i kam ndjekur dhe madje më është krijuar mundësia gjatë kohës që kam drejtuar institucionet penitenciare, kam kontaktuar në mjaft vende të Bashkimit Evropian madje të zhvilluara, që ka një numër që pak a shumë varion se sa duhet të jetë numri i burgosurve në raport me popullsinë dhe zakonisht arrin një në 10.000 duhet, domethënë si mesatare, që do të thotë nëse Shqipëri sot kemi 5.000, bie që Shqipëria duhet ketë 5-6 milion banor. Pra kemi një numër. Me numër banorësh kemi numër të paraburgosur shumë të lartë. Shumë të lartë, një numër shumë të lartë. Dhe kjo e bën të domosdoshme që të krijohet mundësia dhe këtu patjetër legislativi, atje ku unë kam kryer dhe detyrën e deputetit, duhet ndërhyr për të mos e përkthyer gjithçka në burg. Për të krijuar mundësi, ka mjaft alternativa dënimi. Nëse janë vendosur disa kategori që duhet përshëndetur për gratë, për fëmijët, që ka disa masa tjera alternative. Që janë arrest me shtëpi. Po, duhen alternativa, po edhe dënim edhe me mbikëqyrje elektronike. Pra mos krijohet mundësia vetëm në burg. Madje edhe të dënuarit në mendimin tim funksionon pak shërbimi provës. Duhet funksionojë më tepër shërbimi provës. Është vërtet konstatimi juaj është shumë i saktë. Kjo duhet të jetë në mënyrë shumë funksionale, sepse kjo i krijon një hapësirë më të madhe, përveç efektit të rëndë siç e përmendët juve ekonomik dhe financiar që rëndon shtetin, krijon edhe mundësi tjera, sepse thash në fund fare qëllimi i vetë shtetit është që të ketë një shoqëri të denjë, dinjitoze, mos të ketë individ që të krijojnë këto. Por ajo çka rikthehem sërish nuk është se është Ministria e Brendshme që arrit numrin, sepse nëse lajthit në thojza një drejtor rajonal ose një punonjës policie i thjesht, në fund fare është gjykata ajo që e dërgon në burg, nuk e dërgon policia. Policia konstaton. Policia nuk mund të mbylli syt kur ka vepra apo element kriminal të cilët. Kam dhe një ndërhyrje për ta bërë më të thjesht për publikun. Ju referove filmit Dora ngrohtë. Ti e kupton që në një vend vogël, në qoftë se arrestohesh pa prova dhe kryen një dënim, një kohë të caktuar në burg, edhe nëse ti ke fituar lirinë dhe një ditë ke fituar ndoshta edhe të drejtën për të mos qenë me një dëshmi penaliteti të rënduar, stigma e të qenit në burg do të ndjek gjithë jetën. Unë kujtoj pa përmendur emra që 2 drejtorat përgjithshëm të MIT kanë kaluar në një sprovë të tillë, e kanë fituar gjyqin pa diskutim,
dhe kanë edhe pafajsin, ama në jetën e tyre ka rënduar shumë ajo breng, ajo dhimbje, ajo lëndim. Është konstatimi juaj është shumë i saktë dhe kjo është element kryesor për të cilën duhet të solidarizohen të gjitha shtresat të shoqërisë, me qëllim që këto individ vërtet kanë gabuar, por nuk kam se të konsiderohen. Po në rastin kur nuk gabon dhe arrestohet pa prova, kjo është më e dhimbshme. Sido që konstatimi është vazhdon të jetë sërish i saktë, sepse e thatë edhe juve, po vazhdoj ta them edhe unë. Në të gjitha raste këto janë kusure të sistemit drejtësisë, pa akuzuar atë dhe pa i vënë të gjithë fajin, por në të gjitha rastet, nëse ka një individ të cilët qëndrojnë në paraburgim brenda afatit maksimal që është 3 vjet dhe pastaj thua je i pafajshëm, atëherë kjo është një diçka e cila duhet marrë në konsiderat. Dhe ai individ, ai prokuror apo ai oficeri policisë gjyqësore që ka përgatitur dokumentacionin dhe në fund fare ka rezultuar i pafajshëm, kjo është pasaj që nuk ke se si ta argumentosh dhe si ta mbrosh. Por kjo është e bën që sistemi i drejtësisë të jetë në disa kategori. Është vendimi i shkallës së parë i faktit, është vendimi i gjykatës apelit, janë gjykata e lartë, gjykata kushtetuese, gjykata e drejtave të njerëzit në nivel më të lartë. Pra, këto e bën në mënyrë të vazhdueshme që sistemi i drejtësisë duhet patjetër të jetë funksional. Më mirë është shprehur dhe shprehje më mirë një i pafajshëm jashtë me faj jashtë se sa njëri që tjetë me faj dhe të rri brenda në mënyrë të parregullt. Si mund të garantohet zoti Qefalia që personat që përfitojnë pikërisht nga amnistia të mos rikthehen sërish në aktivitetet kriminale? Kjo është thelbi i gjithë gjës, e cila duhet detyrimisht vërtet ligjvënësi merr masa për ta kryer amnistinë. Por në këtë amnisti duhet përfshihet patjetër gjithë komunitetit, të gjithë zonat, gjithë pushteti vendor, njësitë administrative, njësitë vendore, të gjithë duhet të ingranohen. Ka individ të cilët kanë ndërprer arsimin. Pyetje shumë e bukur kjo e Denisës, zoti Xhemal. Në kohën që kam drejtuar, unë bashkëpunoja shumë me bashkitë nëpër Shqipëri, në mënyrë tillë që t'i punësojnë. Ama më ka ndodhur shumë shpesh që më kanë thënë që ka qenë në burg dhe nuk pranojnë ta marrin në punë private për shkak. Kjo është një element i cili duhet të ekzistojnë mekanizma të vërtetë që këta persona të integrohen në tregun e punës. Shiko, ka brenda bashkive dhe këtu duhet gërshetuar midis institucioneve penitenciare siç ka drejtuar Xhoji, institucionin e regjimit grave, me edhe institucionet tjera me pjesën e bashkisë, edhe brenda bashkive në dijenin time ka sektor social të cilët duhet marrë për rikuperimin e tyre. Sepse drama nuk është për shembull në gjatë kohës që kam drejtuar unë, por edhe nga informacionet që kam, ka studentë të cilët për një pakujdesi në aksident ndodhet mbrapa hekrave të burgut, po ndërkohë i ndërpritet arsimi.